Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi në rrjetet sociale se ka urdhëruar Komandën Qendrore të kryente bombardime ndaj objektivave ushtarak të Iranit në ishullin strategjik Karg. Sipas udhëzimeve të mia, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara ekzekutoi një nga sulmet më të fuqishme bombarduese në historinë e lindjes së mesme dhe shkatroi plotësisht çdo objektiv ushtarak në perlën e Iranit, ishullin Karg, shkroi presidenti në një postim në Truth Social. Trump shtoi se nuk është sulmuar infrastruktura e naftës në ishull. Nëse Irani ose dikush tjetër bën diçka për ndërhyrë në kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve përmes ngushticës së Hormuzit, unë do ta rishqyrtoj menjëherë këtë vendim, vijoi Trump. Duke folur të premten vonë, Trump deklaroi përpara gazetarëve në Air Force One se fushata ushtarake do të zgjasë për aq kohë sa të jetë nevojshme. Analistët shprehen se perspektiva e një lëvizjeje të Shteteve të Bashkuara për të pushtuar ishullin Karg, një qendër strategjikisht e rëndësishme për Iranin, konsiderohet si rrezik jashtëzakonisht i lartë, si nga pikpamja gjeopolitike ashtu edhe ekonomike. Ishulli koralor, rreth 8 kilometra i gjatë, ka qenë i paprekur gjatë 2 javëve të sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Administrata Trump e ka diskutuar pushtimin e ishullit sipas një raporti të Axios më 7 mars, ndërsa zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë thënë më parë se presin që çmimet e naftës të bien ndjeshëm sapo operacioni të përfundojë. Ishulli Karg është vënë në qendër të vëmendjes globale sepse konsiderohet si një nga objektivat më të ndjeshëm ekonomik të Iranit. Terminali përbën rreth 90% e eksporteve të naftës bruto të vendit dhe ka një kapacitet ngarkimi prej afërsisht 7 milion fuqi në ditë. Analistët thonë se çdo përpjekje për ta pushtuar ishullin do të kërkonte një operacion me trupa toksore, një vendim që Shtetet e Bashkuara ngurojnë ta ndërmarrin. Nafta Brent e Londrës e mbylli javën pranë $103 për fuqi dhe që nga fillimi i konfliktit 2 javë më parë është rritur me rreth 40%.